إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بنفسي وأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فإنه من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. Të nderuar besimtarë, falënderimi takon i gjithë Allahut. Atë falenderojmë prej tij ndihmë, falje, kërkojmë dhe nga ai kthehemi me pendim. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga sherri i vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Atë që Allahu udhëzon, askush nuk mund ta humbas. Atë që ai e la në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë përpos tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut një dhe të pashok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguar i tij. Lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij me devotshmëri dhe përkujdesri deri në ditën e llogarisë së mëpas. O ju besimtarë, robër të Allahut, keni frikë Allahun e lartësuar, sepse vërtet kush i friksohet Allahut, Allahu e mbron dhe udhëzon atë në çështjet më të mira të fesë dhe të jetës së tij. Dijeni rob të Allahut se devotshmëria ndaj Allahut të madhruar është të veprosh në bindje ndaj Allahut me dritë nga Allahu duke shpresuar shpërblimin e tij dhe të largohesh nga mëkatet ndaj Allahut me dritë nga Allahu nga frika e dënimit të tij. O ju besimtarë, robër të Allahut, ekziston një adhurim me pozitë të lartë, me vlerë të madhe, i dashur tek Zoti i plotfuqishëm dhe i madhruar, i lehtë për njeriu, por me shpërblim shumë të madh tek Allahu dhe tepër i rënd në peshoren e ditës së Kiametit. Ai është madhërimi i Allahut duke thënë Subhanallah. Pra tek robi në xhami që vjen ditën e xumë më herët, në vend që të bëj lloj që ka vaje, thot Subhanallah. Dëgjoje shpërblimin që ka Subhanallah. Pra thua i pa të meta dhe i përsosur është Allahu. Tesbihu o robër të Allahut është një adhurim madhështor dhe një bindje e madhe. Për vlerën e tij kanë ardhur shumë tekste dhe argumente. Ai është njëra prej 4 fjalëve që janë më të dashura tek Allahu i madhruar. Në Sahih Muslim, pra në librin e saktë të Muslimit, transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: fjalët më të dashura tek Allahu janë 4: Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah dhe Allahu Akbar. Pra tesbihu, thënia Subhanallah, është përmendur në Kur'an shumë herësh, më shumë se 80 herësh, me forma dhe raste të ndryshme, gjë që tregon pozitën e lartë dhe rëndësinë e madhe të tij për besimtarin. Tesbihu o robër të Allahut është i lehtë në gjuhë por i rënd në peshore. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, siç transmetohet në Sahih Buhari dhe në Sahih Muslim, prej sahabiut fisnik Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: 2 fjalë janë të lehta në gjuhë, pra për gjuhën, të rënda në peshore dhe të dashura për mëshiruesin, për Rahmanin. Ato janë Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi el-Azim. O ju besimtar, tesbihu është adhurimi i të gjitha krijesave. Të gjitha krijesat e Allahut e madhrojnë Allahun, qiejt e madhrojnë Allahun, toka e madhron atë, malet e madhrojnë Allahun, shpendët dhe të gjitha kafshët e madhrojnë Allahun. Pra të gjitha krijesat e madhrojnë atë të lartësuarin. Allah lartësuar thot në librin e tij fisnik: Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as-samawati wal ard wat-tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. A nuk e sheh ti se Allahun e madhron, e lartëson dhe pason nga të metat çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, edhe shpendët me krahët e shtrirsh, secili prej tyre e di namazin dhe madhrimin e vet. Po ashtu Allahu lartësuar thot në Kur'anin fisnik: Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum
innahu kana haliman ghafura. Ato e madhrojnë 7 qiejt, toka dhe gjithçka gjendet në to. Nuk ka asgjë që të mos e madhroj atë me falënderim, por ju nuk e kuptoni madhrimin e tyre. Vërtet ai është i butë dhe falës i madh. Po ashtu në saktin e Buhariut është transmetuar se sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, e dëgjuan ushqimin duke bërë tasbih në dorën e pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ndërsa ai po hante. Gjithashtu në përmbledhjen e Tabaraniut me zinxhir të saktë nga sahabiu fizik Abu Dharr al-Ghifari transmetohet se ka thënë: isha i pranishëm te profeti sallallahu alaihi wasallam në një tubim, në dorën e tij kishte disa guralec dhe ata bënin tasbih në dorën e tij. Në mesin tonë ishte Abu Bekri, Allahu që kënaqë me të, Umeri, Uthmani dhe Aliu, të pranishmit të dëgjuan tasbihun e tyre. Pra guraleca ndonë për mësëram bënin tasbih Allahut dhe sahabët e dëgjuan tasbihun e guralecve. Pastaj profeti alayhis salam ja dha guralecat e Abu Bekrit dhe ata vazhduan të bënin tasbih në dorën e tij, e të pranishmit e dëgjuan. Pastaj u kthyen profetit dhe bën tasbih në dorën e tij. Më pas ja dha Umerit dhe ata bën tasbih në dorën e tij, e të pranishmit e dëgjuan. Pastaj ja dha Uthman ibn Affanit dhe ato pra guralesat bën tasbih në dorën e tij. Prandaj, o robërt e Allahut, të gjitha krijesat e madhrojnë Allahun me falënderim dhe e pastrojnë atë të lartësuarin nga të mëdhat. Tasbihu, o ju besimtar, është adhurimi i banorëve të xhenetit. Nusim Allahun e plotëfuqishëm që të na nderojë duke na bërë banorëve të tij. Amin. Banorëve të xhenetit do t'u lehtësohet tasbihu, ashtu siç njeriu është lehtësuar dhe mësuar frymarrja në dynja. Tasbihu do të përsëritet vazhdimisht në gjuhët e tyre dhe nuk do të jetë as pak i rënd apo i vështirë. Aty nuk ka sharje, përgojime, tallje, thyrje, ka vetëm tasbih dhe dua, siç do ta dëgjojmë. Përkundrazi ata do të kënaqen me të, pra nuk do të jetë tasbihu i vështirë për ta. Do të kënaqen me të më shumë se sa kënaqen me ushqimin dhe pijen e xhenetit. Allahu lartësuar thot: da'wahum fiha subhanaka Allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lutja, përshëndetja e tyre do të jetë duke thënë subhanaka Allahum, i përsosur të patmeta je ti o Allah. Përshëndetja e tyre në të pranë xhenetit do të jetë selam, ndërsa lutja e tyre e fundit do të jetë alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi takon Allahut Zotit të botëve. O ju besimtar, pra e dëgjuam se tasbihu është një adhurim madhështor, madje ai është një themel i fortë dhe bazë e qëndrueshme mbi të cilën ndërtohet njohja e robit për Zotin e tij. Pra robi duhet ta njohë Zotin e tij, që ta dojë atë që ta adhurojë dhe t'i binde librullët e tij, të lartësuarin dhe të madhruarin. Një nga bazat më të mëdha mbi të cilat ndërtohet njohja e Allahut është ta shpallësh dhe deklarosh Zotin e botrave, të lartësuar dhe të madhruar, të pastër nga çdo gjë që nuk i takon atij. Ta shëntrosh atë nga çdo mangësi dhe emet, si dhe nga çdo ngjashmëri me krijesat. Pra ai lejse kemithli shay'in wa huwa samiul basir. Asgjë nuk i bërnjason atij dhe ai është gjithë dëgjuesi dhe gjithë shikuesi. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall thot në librin e tij fisnik: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thot i lartësuari i përsosur nga të metat është Zoti yt, Zoti i krenarisë mbi ato që ata i përshkruajnë atij. Selami qoftë mbi të dërguarit dhe falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve. Ndër emrat e bukur të Zotit ton te barekuhu teala është as-Subbuh, që do të thotë ai cili është i pastër dhe i shenjtëruar nga çdo mangësi dhe emet. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thoshte në ruku dhe në sejdë pra namazin e tij, qoftë ai farz apo nafile, thoshte Subbuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. I përsosur nga të metat dhe i shenjt është Zoti i engjëjve dhe i Xhibrilit alayhis salam. Në ruku ai thoshte Subhana Rabbil Azim, një herë apo 3 herë apo 10 herë. I përsosur është Zoti im më madhështori. Në sejdë po ashtu ai thoshte Subhana Rabbil Ala, pra një herë apo 3 herë apo 10 herë thoshte
i përsosur është Zoti im më i larti. Gjithashtu në ruku dhe në sejdë ai thoshte, pra shtonte, Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, i përsosur i ti o Allah, dhe ty të takon i gjithë lavdërimi o Allah, më fal mua. Amin. Robert Allahut, pra në tasbih, në madhrimin dhe lartësimin dhe pastimin e Allahut nga tmedhat dhe në shpeshtimin dhe shtimin e tij ka shpëtim nga fatkeqësitë, bështësitë dhe nga brengat e dunjas dhe të ahiretit. Allahu Azza wa Jall tha për Yunusin alayhis salam kur ai ra në barkun e peshkut, që gëlltiti peshku i madh, tha: "Falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun." Asikur Yunusi të mos ishte për atyre që e madhronin, e shejtronin dhe pastronin Allahun nga tmedhat, ai do të kishte mbetur në barkun e peshkut deri në ditën kur do të ringjallen. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Da'watu dhinnuni idh da'a biha wa huwa fi batni al-hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin." Pra kur jeni i breng, pikëllim, fatkeqësi dhe në hall të madh, lutu me këtë dua, siç u lut Yunusi alayhis salam. Thot profeti alayhis salam, lutja e Dhennunit, pra shokut të peshkut, Yunusit alayhis salam, kur ai ishte në barkun e peshkut, ishte: "Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç teje. Ti je i lartësuar dhe i përsosur nga çdo mangësi. Vërtet unë isha prej zullumçarëve." Pra çdo i pikëlluar që lutet me këtë lutje, Allahu i pranon atij lutjen, i largon pikëllimin dhe brengën. Po ashtu, në përmendjen e shpeshtë të Allahut subhanahu wa taala dhe në madhrimin e tij robërt Allahut, njeriu përfiton mëshirën dhe lavdërimin e Zotit të mbi të, si dhe lutjen e engjëjve për të. Allahu tebaraka ve taala thot në librin e tij fisnik: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima." O ju që besuat, përmendeni Allahun me përmendje të shumtë dhe madhërojeni atë mëngjes e mbrëmje. Ai është që ju mëshiron juve dhe engjëjt e tij luten për ju që t'ju nxjerr nga errësirat për në dritë, dhe ai është mëshirues me besimtarët. O robërt Allahut, në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur shumë hadithe që tregojnë për pozitën madhështore dhe vlerën e lartë të tesbihut, pra të thënë subhanallah. Çisa lehtë është. Je ulur në vendin tat, pra nuk ka as mund, as djersë, as lodhje. Lëviz gjuhën tënde dhe sigurisht që dikti do të bëhet edhe me zemër. Thua subhanallah, subhanallah, subhanallah. Profeti alayhis salam, siç ka ardhur në sahin e Muslimit nga Abu Dharr al-Ghifari, u pyet: "Cila është fjala më e dashur tek Allahu?" Ai u përgjigj: "Ajo që Allahu ka zgjedhur për engjëjt e tij ose për robërit e tij devotshëm, tha subhanallahi wa bihamdihi." I përsosur nga të meta është Allahu dhe atij takon falënderimi. Po ashtu në saktin e Buhariut dhe në saktin e Muslimit nga Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush thot subhanallahi wa bihamdihi 100 herë gjatë ditës, i fshihen gjunahet e tij edhe sikur të jenë sa shkuma e detit." Pra të thuash 100 herë në ditë, qoftë në mëngjes apo drek apo para mbrëmjes, subhanallahi wa bihamdi, të fshihen gjunahet, qofshin ato sa shkuma e detit. Po ashtu në saktin e Muslimit, prej hadithit e Abu Hurairës, Allahu që t'i kënaqë me të, është përcjell se profeti sallam ka thënë: "Kushdo që thot kur zgjohet dhe kur shkon të flej subhanallahi 100 herë, askush nuk do të vi ditën e ringjalljes me diçka më të mirë se ajo që ky ka sjell, përveç dikujt që ka thënë të njëjtën gjë që ka thënë ky, ose ka shtuar më shumë. Pra e ka kaluar këti, ka thënë më shumë se 100 herë subhanallah." Gjithashtu nga sahabiu fisnik Saad ibn Abi Waqqas transmetohet se ka thënë: "Një ditë ishim të ulur tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ai tha." Pra shife si nxiste shokët e tij që të linin punët me fjalë dhe bisedat e kota, dhe i nxiste për ato fjalë
që ishin shkurtra të pakta, por se me dobi të mëdha. U tha, e ya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin 1000 hasana. فقال له بعض الجلساء وكيف يكسب أحدنا في اليوم 1000 حسنة يا رسول الله؟ فقال يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. Profeti Selam I tha shokëve ti, a është I pa aft, pra a përton do njëri prej jush që të fitoj çdo ditë 1000 sevape? Një nga të pranishmit I tha, e si mund të fitoj dikush për ne 1000 sevape në ditë I dërguar Allahu? Ai tha, le të bëj tasbih, të thot 100 herë subhanallah, atëherë Allahu do t'i shkrojë atij 1000 sevape dhe do t'i afshi 1000 gjunahe. Ato pak minuta që rinë vetmin tënde, qofsh në xhami, qofsh kudo që t'jesh, mbushi me subhanallah 1000 sevape dhe të fshihen 1000 gjunahe. Apo s'ke nevojë për sevape, apo s'ke gjunahe, sa shkuma detit. Pra, si që dëgjuam të dashur vëllezër, dobit e ti pra të spihut janë të shumta dhe të banumërta. Prandaj o robërt Allahut le të shtojmë të spihun duke e lavdruar Allahun e lartësuar në çdo kohë dhe në çdo çast. I them këto fjalë dhe I kërkoj falje Allahut për veten time, për ju dhe për gjithë muslimanët nga çdo gjuna. Vërtet ai është falës I madh dhe mëshirë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Nderuar besimtar, falënderimi takon I gjithë Allahut, I falënderimi shumë I mirë dhe I begat, ashtu siç e do e pëlqen dhe është I kënaqur Zoti ynë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut një dhe të pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe dërguari I Tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë shokët e tij. Më pas, kini frikë Allahun o robërt Allahut dhe dijeni se prej dhikrit më madhështor dhe më të vlefshëm pra është fjala subhanallah. I patmeta dhe I përsosur është Allahu. Ajo është një fjalë që Allahu e do atë dhe do atë I dërguari I Tij sallallahu alaihi wasallam. Ajo është prej fjalëve më të dashura tek Allahu. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dy fjalë janë të lehta për gjuhën, të rënda në peshore dhe të dashura për mëshiruesin, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi el-azim. Tasbihu pra tham do të thotë ta shpallësh Allahun të pastër nga çdo mangësi dhe emet dhe t'ia pohosh atij për sosmërinë, madhështinë dhe lartësinë. Për këtë arsye ai është një nga adhurimet më të mira me të cilat robi afrohet tek Zoti I tij subhanahu wa taala. Profeti alayhi salatu wasalam ka njoftuar se kush thot subhanallahi wa bihamdi 100 herë në ditë, do t'i falen gjunat edhe nëse janë sa shkuma e detit. Po ashtu ka njoftuar se atij I mbillet një palm në xhenet. Sa herë që thua subhanallah, përveç shërbimeve të tjera, mbillet për ty një hurmë arabe, një palm në xhenet. Ashtu që kur shkosh atje ke pyje të tëra me palma të mbjellura për ty. Sa e losme është të mbjellësh një pemë në dynja, ka mbjellë Allahu në xhenet me dorën e tij subhanahu wa taala. Shkard hadith. Pemët e xhenetit I ka mbjellë Allahu me dorën e tij për besimtarët. Shidhe me çfarë punë të lehtë, të kollajt. Dhe ne jemi dembela, jemi përtasa, jemi neglizhent, kujdesosh. Kujdes vëllezër. Po ashtu profeti selam na ka njoftuar se kush thot subhanallahu wa bihamdi 100 herë në ditë, do t'i falen gjunat edhe nëse janë sa shkuma e detit. Dhe dhikri që ti bën mbetet tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu I lartësuar, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Fëmia dhe pasuria janë zbukurimi I jetës së dunjas. Wal-baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Thonja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kjo quhen al-baqiyatu salihat, veprat e mira që mbeten. Janë më të mira tek Zoti yt dhe janë ato që mbeten. Pra tek Zoti I botrave ditën e llogarisë. Prandaj shtojeni sa më shumë tasbihun. Allahu ju mëshiroft natën dhe ditën, në udhtim dhe në vendbanim, kur përfundoni punët tuaja dhe pas namazeve. Ai është një adhurim I lehtë për gjuhën,
por shumë i rëndë në peshorën e veprave ditën e llogarisë. Pastaj dërgoni salavate mbi profetin tuaj, ashtu siç ka urdhëruar Allahu Zoti i botrave, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Po ti lartësuari, vërtet Allahu dhe angjëjt e tij dërgojnë salavate mbi profetin. O ju që keni besuar, dërgoni salavate mbi të dhe përshëndeteni me selam të plot. Po Allah dërgoj salavate, selam dhe begati mbi robin dhe dërguarin ton profetin ton Muhammed. I kënaqur me kalifët e tij të drejtë, Abu Bekr, Omar, Uthman dhe Ali, me të gjithë sahabët dhe tabiinët dhe me ata që i pasuan me mërësi deri në ditën e gjykimit. Po Allah forcoje dhe ngradhnjeje Islamin dhe muslimanët. Amin. Po shtroje shirkun dhe idhujtarët. Ndihmoj robërit e tu që të veçojnë ty me adhurim, përmirësoj prisat e muslimanëve dhe udhëhiqi drejt asaj që ti do dhe i pëlqen. Allah udhëzoje shqiptarët, udhëzoj popullin ton në rrugën e drejtë të Islamit, largoj ata nga trazirat, nga belat, nga shkujdesja dhe largimi prej teje. Po Allah na fal neve prindrit tanë dhe gjithë muslimanët, të gjallët dhe të vdekurit. Zoti ju na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Robërt Allahut, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Vërtet Allahu zon për drejtësi, bamirësi dhe dhënien ndaj të afërmve dhe ndalon nga imoraliteti, e keqja dhe padrejësia. Ai ju këshillon ju ashtu që të merrni mësim. Prandaj përmendeni Allahun e Madhërisëm që ai të përmend ju. Falenderojeni atë për mirësitë e tij që ai t'u ashtoi ato. Vërtet përmendja e Allahut është më e madhja dhe Allahu a di që ju atë që ju veproni. Walhamdulillahi rabbil alamin.